Një 53 vjeçar përfundoi në prangat e policisë pasi ky shtetas rezultonte në kërkim policor. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Malësisë së Madhe ndaluan 53 vjeçarin me inicialet AH banues në fshatin Kamic, pasi gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale të kultivimit të bimëve narkotike. Nga hetimet dyshohet se ky shtetas ka kultivuar në tokën afër banesës së tij, po në fshatin Kamic 46 bimë narkotike që janë gjetur dhe asgjësuar në datën 12 shtator 2025. Materialet i kanë kaluar prokurorisë për veprimet mëtejshme në ngarkim të këtij shtetasi. Ndërkohë në 24 orët e fundit, specialistët për hetimin e krimeve në Malësi të Madhe arrestuan një 39 vjeçar banues në fshatin Ivanaj, pasi ky shtetas rezulton të ketë ushtruar dhunë ndaj nënës së tij. Në datën 15 shkurt, ka kallëzuar një shtetas kosovar 30 vjeçar se i kanë vjedhur automjetin të cilin e kishte të parkuar në pikën turistike të Shirokës. Policia po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve të kësaj ngjarjeje, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.